Kur e pëtju letrën për Rami Salin në këtë kohë, në Lukove shkruat? Jo, në Malinat të Beratit. Në Berat e shkruat? Po, në internim. Në internim? Po. E disa përshtyme më fakti që ju praktikisht po ishit haruar, le të themi, sa që mund të harohesh në atë kohë. Domethënë ishit si në punën tuaj dhe ju nuk e pat punën tuaj, ju shkruat një letër publike që do shumë sens civil, do shumë kurajo që ta bësh dhe ju e bët. I morët parasysh? E morë parasysh që mundet të ridënohesha. E morët parasysh? Po. Po pse bët atër? Po ashtu ma erdhi. Më thënë ishte një ndjenjë, nuk e di, një ndjenjë rebelimi, nuk e mbaja dot, si më thonë. Se kjo është, te ka jo letër, ti shikon atë që neve na mungon dhe tani. Na mungon në gjitha kora, shqiptarve në përgjithësi. Më thënë, ne bëjmë të fortin, po kështu e keni thënë dhe vetë në intervistë, kjo më ngacmoi, kemi armën, kemi thikën, kemi parat, jemi forti. Po kështu fuqi shpirtërore edhe nuk e gjejmë dot te vetja. Unë jam shumë e habitur që ju e bët atë gjë, duke mos ju njohur, se po të një as do habitesh. Nuk po them që jam ndryshe nga të tjerët, ose nuk jam shumë ndryshe, po ishte situata ishte e skajshme. Më thënë, nuk isha një situatë normale. Më thënë, një jetë normale. Si ishte? Po, më thënë, në opozita e një njeriu që i dënuar, internuar dhe që si më thënë, kisha dalë hapur, më të që jam kundër këti regjimi. Edhe që kisha gjëra për të thënë. Nuk mund të mbaja, më thënë. Në një moment, nuk dua të tregoj librin, dua t'ja lë të gjithë atyre që ka nevojë për një libër të mirë, ka nevojë të udhëthojnë në kohë. Do ja lë atyre këtë libër dhe nuk do flas për asgjë në detaje, po thjesht për një moment kur ai do di pse e kanë internuar, edhe për shfaqjet huaja. Për shfaqjet huaja, thot, në një moment ai po mundohet të kujtoj me kohë që çfarë ndodhi ai tregimi që libri që do bënte dhe se bëri dhe gjithë gjërat. Ndërkohë që kur ka përballjen e parë me njerëzit që e marrin në pyetje, është i kujdesshëm kur flet. Domethënë duke si një kohë e zhdukur dhe haruar, po në fakt, në mënyra të ndryshme, asgjë sikur s'ka ndryshuar, asgjë. Nuk e di. Okej, nuk të internojnë. Jo. Po. Dua të them, e keni fjalën për njerëzit vet apo për njerëzit vet? Nuk e di. Sikur tregoni për dikë që nuk është më, po që bën gjëra që ndodhin dhe tani. Dhe tani. Dhe ndërkohë ju e shikoni me largësi, edhe pse mua era ai më duket si ju. Ai nuk është ju, apo jo? Personazhi kryesar. Unë nuk kam synuar të paraqes veten. Por që besoj që pa dashur kanë dalë dhe gjërat mirë. Edhe gjëra që. Pse shkuat ju në Spanjë? Po, ishte koha, domethënë në 97-ën, pranverë në 97-ës, ishte një periudhë shumë e rrezikshme, siç e dini, që janë vrarë shumë njerëz, edhe që hiknin shumë njerëz. Janë larguar dhjetra mijëra në atë kohë, dhe në mënyrë të dëshpëruar. Unë kisha një mundësi shumë të mirë, domethënë me një organizat që quhej Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve. Presidenti ishte Salman Rushdie. Po. Dhe kisha kontakt me ta. Mendova në 96-ën mbas zgjedhjeve, domethënë të 26 majit, asaj masakrës elektorale që u bë, që ndoshta do vendosë diktatura. Dhe u vura një herë në kontakt me ta, po kam të nuk kërkoj tani, vetëm mund të ndodhi. Edhe mendova do rri. Pastaj kur filloi ai kaos dhe ajo dhunë e 97-ës, mendova që më mirë po iki. Më mirë po iki ca kohë, dhe mendova të ikja për një vit, sa që kishin ata ta jepnin një bursë, edhe të çonin në një qytet, që është një qytet strehim. Edhe të çonin në një qytet, kishte disa qytete në Europë, mua më çonë në Barcelonë, edhe mirë po, kaloi një vit, gjërat ishin normalizuar, si ishin më si në atë periudhë, si në pranverën e 97-ës, po prap si ishin dhe aq mirë dhe veç asaj, unë ndjeva shumë mirë atje. Isha vetëm me gruan, menduam do shkojmë atje, nuk do jemi mes të huash, nuk do njohim njeri, do jemi vetëm, por të paktën do jemi në qetësi një farë kohë dhe të jashtë rreziku. Mirë, por mbas një viti pastaj, ndërkohë kisha njohur njerëz. Kisha krijuar kontakte, ose ishin krijuar kontakte me mua, shoqata të ndryshme, veçanërisht shoqata shkrimtarësh, edhe ose institucione kulturore,
Dhe kështu që gjeta punë, bile Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve më kërkoi mua, që thanë do të punosh për ne, domethënë për të gjetur dhe për të propozuar raste shkrimtarësh ose artistësh që janë në situata të rrezikshme, domethënë që të përfitoni nga ajo që kisha përfituar unë, mbasi të marronja këtë bursën. Dhe kështu që punova për ata, fillova punën, pastaj kam punuar për një institucion të Barcelonës e kështu me radhë. Tani jam freelance. Po përgjithmonë në Barcelona më. Po, aty jam. Dhe në fakt ju keni sjell shumë shkrimtar spanjoll pastaj më pas, sjell në gjitha kuptimet. Po është e natyrshme, domethënë duke jetuar si thua midis dy kulturave, dy letërsive, domethënë midis Shqipërisë nga vi edhe Barcelonës ku jetoj, domethënë Spanja, Katalonja. Është e natyrshme që të shërbej si një farë ure për kulturën në të dyja drejtimet, si thua. Nuk ju bëri kjo që të ndaheshin nga shkrimi, domethënë ju kushtuat fort për kthimit, ju përktheni në mënyrë të jashtëzakonshme, ju bët një jetë tjetër apo shkrimi prapë ishte brenda jush, doni të shkruani? Po, kam vazhduar, kam shkruar vazhdimisht, domethënë që u shkova atje. Edhe shkrimi për mua është veprimtaria kryesore nga gjërat që bëj, është më e rëndësishme për mua. Do shkruani dot po të ishit këtu? Besoj se po, po ndoshta jo aq mirë. Po pse? Po, atje kam përfituar diçka edhe raport me gjuhën shqipe, sepse atje mësova spanjishten, po është gjuha e parë që kam mësuar duke qenë shkrimtar. A ju nuk dini spanjisht kur shkuat? Jo, nuk dija fare. Kurse gjuhët e tjera, më thënë që dija, i kisha mësuar para se të filloja të shkruaja, më thënë që mjaft i vogël ose në adoleshencë. Tani në kohën që shkruaja ishte sikur një gjuhë lindte brenda meje, domethënë kalonte nga strukturat më të thjeshta tek ato më të ndërlikuarat. Dhe kjo sigurisht ka induktuar edhe shqipen time. Dhe ndjej edhe të tjerë që lexuese kanë këtë që është bërë si më transparente fjalët, si më të dukshme, kupton? Në këtë drejtim ka ashtu. Pastaj nga ana tjetër është një vend më i hapur ndaj ideve, e një vend më i qetë, domethënë unë kam nevojë për qetësi që të punoj, të shkruaj. Pa, qetësi nga gjitha kuptimet, edhe financiare, edhe... Po, financiare, po, sigurisht, domethënë ketë një kushte normale, domethënë mos jesh... Që këtu akoma s'ja kemi dalë, domethënë të kemi atë mbijetesën, të ketë kalohet mbijetesa, sidomos për artin dhe kulturën. Si shikoni ju artistët, njerëzit që krijojnë, që bëjnë kulturë në Shqipëri, domethënë me kalimin e viteve, më keq? Jo, këtu ka njerëz talentuar, në gjitha fushat, letërsi, në pikturë, me sa kam parë, por nuk ka, si thua, një hapësirë komunikimi letrar, ose hapësirë komunikimi kulturor. Të janë si të veçuar. Në Kosovë është më ndryshe, për shembull. Po pse ne e kemi këtë problem? Domethënë janë njerëzit, po nuk komunikojnë, sa Kosova e ka bashkësinë. Po, sepse këtu diktatura ka qenë më e skajshme se sa diktatura e Titos në Jugosllavi. Këtu ka qenë, si thua, komuniteti ka qenë i imponuar nga lart, atje ka pasur një farë autonomie. E me sa duket, këtu është si një lloj kundër reagimi ndaj asaj gjendje, ndaj atij kolektivizmit imponuar që ka qenë, domethënë, edhe të skajshëm, të dhunshëm në atë kohë. Prandaj kemi këtë që pak a shumë, po të vësh resh, askush nuk di gjërat e njëri tjetrit këtu. Domethënë nuk flitet për... Po, kjo është e vërtet. E thënë nga ju, mua po më hap syt tani, se edhe mua më duket sikur s'ka. Në fakt ka, po nuk komunikohet. Po, një gjë tjetër. Një gjë që ndjeva unë gjatë librit janë disa gjëra, domethënë për cilat për gjitha kam bërë çnim, por ajo që më përsëritej më shpesh ishte tradhtia, më thënë miqë që të radhojnë, ose habia që ti e kupton që të vjen prej miqve, edhe pse libri nis me frazën e famshme të librit, të filmit të famshëm, të Bertolucit, që kuj siamo tutti amici, po në fakt prej miqve do gjëja që ti zbulon në fund. Ky është një leitmotiv që vjen prej babait? Jo. Jo. Është në përgjithësi, domethënë realiteti i vendeve totalitare. Që? Që njerëzit i bëjnë dëm njëri tjetrit për të shtuar lëkurën. Po mirë, dikur ishte një vend totalitar dhe njerëzit donë të shpëtojnë lëkurën duke bërë dëm njëri tjetrit. Po tani... Do të detyroheshin. Tani është tjetër situatë.
Dhe më thosha që më tepër njerëzit mbyllen ndaj njëri tjetrit ndoshta për shkak të interesit, duke parë interesin e tyre ngushtësisht, dhe përsëri kjo si një reagim ndaj atij komuniteti ose kolektiviteti që ishte krijuar me dhunë në atë kohë. Ka që fort ka qenë ajo, ne nuk mund të shpëtojmë. Ka qenë e skajshme, domethënë në atë kohë. Thuash në krahasim me gjithë vendet e tjera të Europës lindore, quhej Shqipëria që Kambozha e Europës në atë kohë. Ka qenë më e skajshme, më e fuqishme dhe se sa në vendet e tjera, sigurisht. 1981 është viti që Mehmet Shehu vret veten. Unë isha 9 vjeçe, po shikoja lajmet. Dhe nuk e kuptova. Nuk e kuptova, domethënë ky ishte një lajm i, domethënë nuk e kuptova jo rëndësinë, sepse ne ishim fëmijë politik, në një farë mënyrë ne rriteshim gjithë për të kuptuar, po nuk kuptova diçka që më ka ardhur një mizë dhe nuk ikën tani, që nuk kuptova diçka që akoma mua më kujtohet tani, ai momenti që unë dëgjova heshtje për rreth, domethënë jo keqardhje, jo habi, jo frikë. Nuk e di, ishte një gjë që se shpjegova dot e kuptova më pas kur ai u shpall armik. Po ju ku ishit në atë ditë? Unë isha në shtëpi. Në shtëpi. Më thënë, kur gjatë asaj nate isha në shtëpi, po flija. Të nesër mëngjes u zgjova dhe shkova në kinostudio. Shkova në kinostudio në punë. Nuk fare asgjë. Fare. Pastaj erdhi një makinë e grupit shoqërimit të Timeti, edhe më thot shoferi që hajde se të kërkon Aliu që ishte shefi i grupit shoqërimit. Shkoj atje unë, edhe kur hyn në shtëpi më thot vëllai se çka kishte ndodhur. Fare, më thon spritët dhe ikët, ishte qetësi në shtëpi, nuk ishte kuptuar askush gjë. Gjatë natës jo, në mëngjes e gjetën. Në mëngjes e gjetën. Ajo është dita që ndryshoi gjithçka pastaj. Po, aty filloi. Që nga 81, jemi 2025-ën, për herë ka intervistat e njerëzve të ndryshëm që e kanë njohur ose nuk e kanë njohur dhe të gjithë flasin në mënyrën e tyre. Se cili do thot një variant, që se si ai nuk vrau vete, se si e vran, se si e vrau Enver Hoxha, se si e vrau, të gjitha variantet e mundshme. Nëse ju keni të njëjtin variant gjithmonë për baban tuaj. Kam dyshuar një farë kohë, kur dola nga burgu, se dëgjova fjalë të tilla. Pastaj me sa kam parë, me sa kam verifikuar, domethënë me njerëz që janë marrë me atë punë, është që tani kam bindje që është vetë vrasje. Ju ishit një djalë i rritur, 26 vjeç. Mjaftueshëm për të kuptuar gjithçka dhe babai nuk ju la asnjë shenjë. Iku pa asnjë shenjë? Tashi disa shenja i kisha vënë re. Shenjat ishin kujdesu për veten? Po më ka thënë një herë që kujdes, mos për të folur, kujdes, se fjala shkon aty ku nuk do ti. Po jo më shumë. Kaq. Jo për ç'a të priste. Jo, vetëm kaq. E mendoni ndonjëherë çfarë ju priste juve? Po sigurisht. E mendoni? Po i kisha menduar më përpara, kur goditën të tjerë, ministra, kështu, kisha menduar që mund të ndodhi. E kishit menduar vetë, apo sepse flitej në shtëpi? Vetë, jo, absolutisht në shtëpi. Në atë kohë, po, kemi folur në shtëpi, po me vllain, jo me prindrit. Vetëm me vllain, jo me prindrit? Jo. Ndërkaq, e dini që ishte ashtu siç ndodhi, apo mendoni që ishte... E mendoni që mund të vinte dita siç erdhi, domethënë? E mendoja, po e mbaja vetëm në shpresë që jo.